Ky shqendrim ban që e kanë nxjerrë atë gocën në momentin e përhershëm. Edhe janë miqë shok dhe bën strategji. Nuk e di ato, janë shpjegime që unë s'ja kam kërkuar. Kur një pa fytyrë të kërkon të kesh fytyrë, s'ka nevojë të përgjigjesh fare. Unë nuk jam kam kërkuar ndonjëherë shpjegimin. Ka që është e Shpjegimin, po ma kërkojnë mua sot. Është e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Hajde se unë zim moti. Mund të ketë vranësira, reshje, kështu, bubullima. Shi me balt. Shi me balt dhe me plera. Dhe u mërzitet shumë. Ne 20 minuta bised me bëne. Biseda jote me Laertin është hipokrizia madhe. Mos e zemrin tim në gojë ti, ej, se s'do të puth më. Hajde. Aty mbajet sa ty të pas angel mendja shumë. Hajde mor, burec. Vazhdo me banalitete, vazhdo. O burec. O burec ti. O trimi. Mat flirtimet e meshkujve. Trimi. Kontrollojnë që kësej mat flirtimet e meshkujve. Do një vizit. O gango, poli gango. Dhe pse të shketsojnë ty flirtimet e meshkujve. Do ik luj domino. Do ik, jo, ludo quhet, dhe luaj e ti me mua. Quhet ludo, jo domino. Komunikimi jot me Laertin o është shumë hipokrizi. shpifës i vogël, që s'le gjë pa thënë kundër gocave këtu pse se nuk ta varnin. Unë kundër vajzave. Hajde, tani. Unë kundër vajzave, çfarë ëndër ke Mos e pasur? merr në qaf atë yllin e vogël. More vesh. O i nxirr. O ignorant, çfarë thum? O ignorant, çfarë kam thënë kundër vajzave? Mos e merr në qaf. Ma thuaj një argument çfarë kam thënë kundër vajzave. Kalove dje dhe i kthe, nuk është ajo që thënë kundër vajzave. Kalove dje. Livja si ke thënë je grada zhë. Kam qenë aty tash, pse i flet ashtu? Po pse i thash? Pse i flet ashtu? Se ka një vit rreshim thot për ndjekës më. Kush e ka për ndjekët më? Ti mor që i bëje. Pas kam për ndjekë, ë? Po. Ja ditë ti vetëm për ndjekës nuk je. Ti që i bëje. Vetëm për ndjekës nuk je, ti për ndjekës. Zemra te sa hipokrit je ti. Ti që i bëje zemra te xhama. Nuk je, për ndjekës është fjalë shumë e rëndë. Ç'të duhet? Hipokrit, Renacak. Erdhe prap. Erdhe prap tek mua. Erdhe prap tek mua. Vazhdo me një çikajë. Dhe bolla nxive atmosferën këtu. Do ta marr Livjen dhe do i shpjegoj